Organizata ndërkombëtare BirdLife Europe and Central Asia ka ngritur alarmin për gjendjen e liçenit të Shkodrës, duke paralajmëruar se një nga ekosistemet më të rëndësishme në Ballkan po përballet me dëmtime serioze si pasojë e ndërhyrjeve njerëzore dhe mungesës së menaxhimit të qëndrueshëm. I shtrirur mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, liçeni i Shkodrës më i madhi në Ballkan përfaqëson një thesar të jashtëzakonshëm biodiversiteti. Ujërat dhe ligatinat e tij janë habitat për 281 specie shpëndesh dhe 49 specie peshqish, ndërto edhe pelikani kaçurrel dhe dallëndyshja e kënetës, specie me rëndësi të veçantë ndërkombëtare. Sipas BirdLife, dekada të tëra shpëllëzimi, zgjerimi intensiv i bujqësisë, ndotja nga rrjedhjet bujqësore dhe ndërtimi i barrierave që pengojnë migrimin natyror të peshqve kanë shkaktuar pasoja të thella në këtë ekosistem të brisht. Këto ndërhyrje jo vetëm që kërcënojnë specie të rralla, por rrezikojnë edhe jetën e komuniteteve lokale që varen nga beshkimi tradicional dhe bujqësia. Në këtë situatë alarmante, partneri në Shqipëri pollëheq një mision për restaurimin e habitateve. Qëllimi është rikthimi i ligatinave, përmirësimi i rrjedhës natyrore të lumeve dhe krijimi i kushteve për ringjallërimin e specieve të rrezikuara, për lloje të ndryshme blinjsh dhe peshqish migrator. Sipas vizionit të shpallur, deri në vitin 2050 liçeni i Shkodrës dhe zona përreth do shndërrohen në korridor natyror funksional midis Alpeve shqiptare dhe detit Adriatik, një zonë mbushur me jeta rezistente ndaj ndryshimeve klimatike dhe model bashkëpunimi ndërkufitar. Liçeni i Shkodrës e gëzon statusin zonë mbrojtur, zonë Ramsar me rëndësi ndërkombëtare, por ekspertët theksojnë se statusi ligjor nuk mjafton pas zbatim të fortë dhe politika konkrete mbrojtje. Por kjo deklaratë e BirdLife, sipas zonave të mbrojtura, nuk përputhet me realitetin. Drejtori i ADZM Agim Dardha thotë se vitet e fundit nuk ka patur shpëllëzim në basenin e liçenit. Zona është ruajtur dhe vetëm janë shtuar pëllëzimet vazhdimisht dhe jo shpëllëzuar. Nuk ekziston as bujqësi intensive që cënon ekosistemin në fshatra përreth, por vjen aktiviteti tradicional dhe jo industrial. Sa i përket migrimit të peshqve, e dim që barrierat që pengonin lidhjen e liçenit me lumin Buna dhe detin janë hequr dhe lëvizja natyrore është rikthyer. Nëse situata do të ishte kaq problematike sa paraqitet, zona si ka mundësi që do të përfshihet në proceset e programit Njeriu dhe Biosfera të UNESCO, thekson Dardha. Prandaj ky nuk është një pasqyrim real i gjendjes, por një interpretim që nuk i bën der punës shumëvjeçare të njerëzve që jetojnë, punojnë dhe kujdesen çdo ditë për këtë zonë të liçenit të Shkodrës.